Zemërimi është si një zjarr që të djeg ngadalë nga brenda. Nuk e sheh me sy, por e ndjen në shpirt. Të ndrydh, të rëndon, të lodh. E mban brenda duke menduar se po ruan fuqinë tënde, se po mbrohesh. Por e vërteta është krejt tjetër, sa më shumë e mban, aq më shumë e humb veten. Shumë njerëz e mbajnë zemërimin si një armë, një mburoj kundër dhimbjes. Mendojnë se nëse zemërohen, nuk lëndohen. Por në realitet, zemërimi nuk është mbrojtje. Është plag. Një plag e hapur që nuk shërohet derisa ta pranojsh, ta përballosh dhe ta largosh. Ku lind zemërimi, zemërimi lind nga pritshmëritë e thyera, nga zhgënjimi, nga padrejtësia, nga ndjenja se nuk u trajtove siç meritoje. Ndonjëherë lind nga dhimbja që nuk ke ditur si ta shprehësh. Nga fjalët që nuk ke thënë. Nga lotët që ke mbajtur brenda. Nga heshtja që ka zë më të fortë se çdo britm, por nëse nuk e njohim burimin e zemërimit, ai bëhet pjesë e identitetit ton. Fillojmë të identifikohemi me të. Unë jam i e zemëruar, themi. Jo, ti nuk je zemërimi yt. Ti je më shumë se kaq. Je një njeri me ndjenja, me dhimbje, me plag, por mbi të gjitha, me potencial për t'u çliruar. Dëmi që sjell zemërimi, zemërimi është një helm emocional. I pakontrolluar, ai ndikon në çdo aspekt të jetës tënde, në marrëdhënie, në shëndet, në vendimet që merr. Të bën të reagosh dhe jo të reflektosh. Të bën të thuash fjalë që s'do doje të thoje. Të bën të sillesh si dikush që nuk je. Dhe kur zemërimi të ikën, ajo që mbetet është faji, turpi, pendesa. Zemërimi kronik lidhet me probleme serioze shëndetësore, presion i lartë i gjakut, sëmundje të zemrës, depresion, ankth, pagjumësi. Trupi yt nuk është ndërtuar për të mbajtur tension të vazhdueshëm emocional. Çdo emocion që e shtyp, e mban, e ruan brenda vetes, në fakt po e lëndon veten çdo ditë pak nga pak. Fuqia për të zgjedhur, ti nuk je viktime e zemërimit tënd. Ti ke fuqi. Fuqia për të zgjedhur si të reagosh. Fuqia për të thënë, mjaft më. Nuk dua të jetoj kështu. Askush nuk mund ta heqë atë dhimbje për ty, por ti mund ta lëshosh. Zemërimi nuk të bën më të fortë, të bën më të brishtë. Forca e vërtet është të dish të kontrollosh veten kur të tjerët humbasin kontrollin. Forca e vërtet është të dish të mos hakmeresh, por të ecësh përpara pa e kthyer kokën mbrapa. Falja nuk është dobësi, është çlirim. Shumë njerëz besojnë se të falësh është një akt dobësie. Se nëse fal dik, e ke lejuar ta fitoj. Por e kundërta është e vërtet, të falësh është akti më i fuqishëm që mund të bësh për veten. Jo për ata që të kanë lënduar, por për shpirtin tënd. Falja nuk do të thotë të harrosh. Nuk do të thotë të pajtohesh me padrejtësinë. Do të thotë të mos lejosh që ajo plag të udhëheqë më. Të mos lejosh që dikush tjetër të kontrollojë përmes kujtimeve që s'të shërbejnë më. Të falësh është të thuash, unë e zgjedh qetësinë time më shumë se zemërimin tim. Është të zgjedhësh jetën. Dhe jo burgun emocional që ke ndërtuar. Zemërimi nuk është dashuri për veten. Shumë mendojnë se nëse zemërohen për veten, janë duke mbrojtur dinjitetin e tyre. Por dashuria për veten nuk ka lidhje me urrejtjen për të tjerët. Nëse e do veten, nuk lejon që një emocion negativ të konsumojë. Nuk e mbush mendjen me ndjenja që të lodhin. E do veten duke u çliruar nga ajo që të rënon. Dashuria për veten fillon kur thua, nuk dua më të jetoj i mbytur në ndjenja negative. Kur e sheh veten si një njeri që meriton paqe. Sepse ti e meriton. Pa kushte. Pa justifikime. Si ta largosh zemërimin, nuk ndodh brenda ditës. Por ndodh kur e zgjedh çdo ditë. Ja disa hapa praktik, ndalo dhe reflekto. Kur ndjen që zemërimi të përfshin, mos vepro menjëherë. Frymo thellë. Pyet veten, çfarë po më lëndon vërtet? Shkruaje dhimbjen tënde. Mbaj një ditar ku shpreh ndjenjat pa censur. Kur i hedh në letër, fillon të shohësh më qartë, flit me dikë.
Ndonjëherë, një bisedë me një mik të vërtet ose një terapist mund të hapë rrugën për çlirim emocional, falu vetes. Ndoshta je zemëruar edhe me veten. Për gabimet, për zgjedhjet, për gabimet e së kaluarës. Mëso ta përqafosh veten me gjithë të metat e tua. Zgjidh të lëshosh. Jo një herë, por çdo ditë. Sa herë që zemërimi kthehet, thuaj, unë e zgjedh të jem i lirë. Jeta është e shkurtër për ta kaluar je zemëruar, jeta nuk pret. Çdo ditë që kalon me zemërim është një ditë që mund të kishe jetuar me qetësi. Një moment që mund të kishe shijuar. Një përqafim që nuk e dhe. Një fjalë të bukur që nuk e the, mos e humb jetën në luftë me hije. Zemërimi është një iluzion kontrolli. Në fakt, është burg. Dhe ti ke çelësin për ta hapur derën. Thjesht duhet të zgjedhësh, zgjidh të jesh i lirë. Zgjidh të mos mbash më atë barë. Zgjidh të mos e lidhësh më fatin tënd me gabimet e dikujt tjetër. Sepse çdo ditë është një mundësi për të nisur nga e para. Çdo frymëmarrje është një ftesë për të jetuar ndryshe. Mos haro kur, ti nuk je zemërimi yt. Ti nuk je e shkuara jote. Ti nuk je ndjenja që ke përjetuar në momentet e tua më të errëta. Ti je drita që mbetet kur çdo emocion negativ shuhet. Ti je qetësia që po të pret, sapo të vendosësh të çlirohesh, largoje zemërimin nga jeta jote. Zgjidh paqen. Sepse jeta jote vlen më shumë se çdo inat, çdo hakmarrje, çdo plagë e së shkuarës.